Zoti erën. Konferencë kryetari Mustafa Konan, shalut në Ka dalë, kujdes, Mustafa. Kujdes. Faleminderit shumë. Ne patëm mbledhjen e kryesisë, trajtuam situatën aktuale në vendin tonë, shkaktuar nga rrezikimi i prishjeve të marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si rezultati mosheqjes tarifës mbi bazën e kërkesës parreshtur të tyre si aleat hyni dhe problemin që sot ka lind me shkarkimin në kundërshtim me marrëveshjen për bashkëqeverisje të Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike, zotit Agim Veliu.
Unë dëshiroj t'ju them se në 12 të këtij muaji e kam takuar zotin Kurti, kryeministër e Republikës Kosovës, së bashku me kryeparlamentarën Osmani dhe me Zavins kryeministrin Hoti, dhe kam kërkuar nga ai që të heq tarifën pa kushtas ashtu si që kërkojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse rrezikimi i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është në favor të vendit tonë, dhe se Kosova në asnjë rast nuk guxon të humbë aleatin e saj kryesor për shkak të një tarife të cili nuk e ka vënë as LDK-ja as vetëvendosja. Kom dhënë arsyet tona veç mas LDK, se ne në programin, në esencën e programit politik të LDK-s, është miqësia e përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partneritete me SBA-t, dhe ne nuk mund ta cënojmë identitetin tonë politik dhe as bashkëpunimin tonë me një vend i cili na ka ndihmuar që ta fitojmë lirinë, ta fitojmë pavarësinë edhe ta zhvillojmë demokracinë e vendit tonë. Nuk kam marrë ndonjë përgjigje pozitive, me qenë se me 15 ka përcyer edhe fati që zoti Kurtit veproi në mënyrë të pjesshme në heqjen e tarifës ashtu siç pat propozuar, për cilën ne nuk ishim pajtuar, sepse nuk u pajtuan as Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam konsultuar bashkëpunëtorët e mi në LDK, i kam shkruar të hanën zotit Kurti që të ndërmerr veprimet deri në fund kësaj jave ta heq tarifën, sepse po rrezikojmë relacionet me SBA-n. Ky rrezikim ilustrohet me ngrirjen e fondeve të korporatës së sfidave të mileniumit, MCC-s, në vlerë për rreth $200 milion, pastaj të deklaratave të senatorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lidhur me atë se Kosova, përmes vënies tarifës edhe mosheqjes saj, nuk po tregon interesim për paqë në këtë pjesë të Ballkanit, që është një vlerësim shumë i rëndë, i thënë nga goja e senatorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe nëse ne nuk kemi orientim të paqës, atëherë Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të tërheqin trupat ushtarake të cilat janë Kosovë në një mision paqërojtës, cilat ne kemi kërkuar dhe nuk i kanë pru vetë, përkatësisht nuk i kanë sjellur vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dje ka ndodhur tërheqja e investitorit termocentralit Kosova e Re, Kontur Global, me arsyetim që ata nuk do të investojnë në Thëngjil, dhe po ashtu me arsyetim se për shkak të ndryshimeve politike dhe qëndrimeve të caktuara ndaj atij projekti ata tërhiqen nga ky projekt. Sa i përket kësaj, unë mund të them se edhe ne kemi pas vërejtjet tona lidhur me këtë projekt, por në asnjë rast nuk kemi pritë që një investor kaq i madh do thotë në mënyrë të tillë do tërhiqet nga vendi ynë, sepse për ne elementare është që të kemi prezencën ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse në kohën moderne prezenca ekonomike është shumë e fortë se sa prezenca politike dhe prezenca tjetër. Sot ka ndodhur po ashtu një veprim i papritur dhe i paparalajmëruar i kryeministrit, do të shkarkuar një ministër i LDK-s në kundërshtim me marrëveshjen cilën e kemi për koalicion, sepse në marrëveshje kemi thënë se nëse kryeministri ka vërejtje në ministrat caktuar të LDK-s, atëherë ai konsultohen me kryetarin e LDK-s dhe mbi bazën e argumenteve që i ofron mund të arrihet pajtueshmëria edhe për shkarkim. Mirë, po nuk ka ndodhur fare që ai të konsultohet me mua edhe që unë t'jap pëlqimin, por është një veprim arbitrar,
krejtësisht një panevojshëm në këtë situatë që ne po ballafaqohemi me luftën kundër një virusi të tmerrshëm që ka kapluar vendin tonë, edhe nuk kemi po ashtu njohëri se çfarë do të ndodhë nesër. Për neve është do të një veprim i cili flet se Zoti Kurti nuk dëshiron të bashkëpunojë me ne, edhe se Zoti Kurti po ashtu nuk dëshiron që të bëj veprimet cilat sigurojnë relacionet shnosha me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerët tjerë evropian. Këtë sot e diskutuam në kryesi dhe kemi të inicoj mocionin e mosbesimit për gëzimin e qeverisë Kurti, sepse ne nuk dëshirojmë të jemi më pjesë e një qeverisje të tillë dhe pashtu jemi të bindur se një qeveri e tillë rrezikon marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prezencën ushtarake dhe paqësore amerikane këtu, prezencën e saj ekonomike dhe pashtu përkrahjen politike që kemi pas dhe do ta kemi në të ardhmen për njohje të reja, jo për çnjohje dhe për rrugën e integrimeve tona euroatlantike, sepse ne presim dhe synojmë që të jemi pjesë e aleancës NATO me FSK-n tonë, asesi që Amerikanët të tërhiqen nga FSK-ja edhe të mos kemi perspektive as ekonomike dhe as sociale dhe as ushtarake. Ne vlerësojmë se situata është ajo që kërkon më tepër koncentrim në Kosovë, kërkon një sinergji. Unë dje kam dalë dhe jam shprehur se është e domosdoshme të ketë një komunikim si nuk ka ndodhur kur ndërmjet institucioneve të larta të Kosovës, sepse gjitha vendet për rreth kanë marrë masa, disa sot edhe me shpallje gjendës së jashtëzakonshme në Maqedoni, në Bullgari e tjera, disa dhe me orë policore, do të thotë sepse po bëjnë përpjekje që ta kufizojnë mundësinë e shpërndarjes së koronavirusit, dhe një gjë të tillë do ta bëjmë edhe ne. Edhe për këtë arsye, unë edhe pa ta shkruar Zotit Kurti që edhe nëse do të nuk arrin që ta hesh taksën, atëherë ne do të qëndrojmë qeveri derisa ta fitojmë betejën me koronavirusin, ta kapërcejmë këtë situatë emergjente dhe ne nuk dëshirojmë që të jemi bashkë përgjegjës në prishjen e marrëdhënieve me SBA-t. Do themi se përpos problemit të shpërndarjes së kësaj smundje tran ose epidemie tran, ne kemi probleme ekonomike të mëdha. Bizniset mund të falimentojnë, bizniset janë në një situatë shumë të keqe, kjo mund të shkaktojë që të mesin shumë njerëz pa punë, të kemi kolonat njerëzve pa punë të mbetur në Kosovë. Prandaj ajo çfarë unë konsideroj se në vijtë të Kosovës është që të kemi një mobilizim, të kemi një sinergji, të kemi një bashkëpunim të gjitha institucioneve në mënyrë që për një afat sa më të shkurt ta fitojmë betejën kundër kësaj epidemie, e cila është mjaft e rëndë dhe e cila mund të shpërndahet nëse gjithë nuk punojmë bashkarisht. Në asnjë rast, LDK-ja asun do të nuk e kemi thjeshtëzuar problemin, sa jemi me Hashim Thaçin, jemi me Albin Kurtin, por ne kemi thonë se jemi me Kosovë. Edhe Thaçi, edhe Kurti duhet bashkëpunojnë, edhe të tjerët, në interes të Kosovës e jo të thjeshtëzohet problemi animeve politike, sepse këtu politika është shumë më pak e rëndësishme se sa që është jeta një njeriu dhe se sa që është një vend pune ose 1.000 ose 50.000 vendet punës cilat mund të mbyllen nesër si rezultat i një kohë më të gjatë të betejës tonë me këtë virus. Unë dëshiroj vetëm t'ju njoftoj se ky është qëndrimi ynë që rezultat nga gjithë kjo situatë. Ne nuk shohim më mundësi dhe arsye të bashkëqeverisim me vetëvendosjen, nuk shohim po ashtu interes të këtij vendi që vetëvendosja me këto qëndrime ndaj aleatëve tanë, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, të qëndrojnë në kryt qeverisë së vendit. Prandaj do të marrim iniciativë të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, dhe mandej mbetet përgjegjësi e gjitha partive politike edhe institucioneve të vendit që të gjejnë zgjidhje si të dilet nga kjo situatë. Faleminderit.
kemi diskutuar me partitë e tjera për injektimin e mocionit për rëndimin e qeverisë. Nëse keni diskutuar me cilat parti pretendoni që ta arritni numrin të 60 votave për shkaktimin e kësaj qeverie. E dyta, zyrtarët e vendosjes thonë që ju keni qenë të ndikuar nga presidenti Hashim Thaçi për këto veprime, a ka diçka në përmes iniciativa e presidentit për thirrjen e seancës së jashtëzakonshme për ta shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në vend. A ka të bëjë konkretisht me këtë përçarje që jemi deri tek kjo mos nga ana e juaj për iniciativën e shkaktimit të qeverisë? Ta shumë tash se përçarja jonë themelore, ose mos pajtimi ynë themelor qëndron në keqësimin ose për keqësimin dhe rrezikimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për çka ne nuk pajtohemi sepse nuk shohim perspektivë edhe ardhmëri të këtij shteti pa prezencën edhe pa përkrahin e matutjeshme të SHBA-s. Nuk kemi biseduar me asnjë parti politike për te, sepse vetëm sa kishim mbledhjen e kryesisë dhe vendosim në kryesi. Nesër mbetet pastaj çështje e grupit tonë parlamentar që të shesë kush janë edhe parti tjera, subjekte tjera të interesuara që mund të bashkangjiten në mocionit. Ne nuk do të zgjedhim ndërmjet deputetëve se kush bën ose kush nuk bën, por është çështje e bindjes dhe vendimit të lirë të tyre. Sa i përket presidentit Thaçi, unë mund t'ju garantoj se s'kemi pas asnjë marrëveshje me te. Unë mund t'ju them se presidenti Thaçi më lajmërua dje pasi që unë kam dhënë një postim në Facebook lidhur me nevojën e bashkëpunimit të institucioneve, themi me bindjen e tij se unë kam kritikuar atë që ai s'po merr masa. Unë thash se kjo është një opinion imi, do të thotë një kryetar të një subjekti politik, sepse kemi përgjegjësi politike dhe unë kërkoj që ju të bashkëpunoni njëri me tjetrin edhe sa më shpejt të gjejmë zgjidhje që dalim nga kjo situatë. S'kemi kërkuar në mënyrë eksplicite ne që të shpallet gjendja e jashtëzakonshme themi si subjekt politik, për pos mendimit tim që e kam thënë se do të thotë është një opsion i cili duhet të merret parasysh në mënyrë që sa më shpejt ta përmbyllim këtë situatë, do të thotë të aktivizojmë gjitha potencialet që i kemi në vend. Tash sa i përket çështjes së tarifës edhe të reciprocitetit, është e saktë që në programin ose në marrëveshjen për bashkëqeverisje kemi thënë se tarifa zëvendësohet me reciprocitet. Mirë, po në ndërkohë, ne kemi pas ndërhyrjen e partnerëve tanë ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, që kanë thënë se tarifa do të hiqet pa kushte, ndërka çështja e reciprocitetit do të presë që të reflektojë Serbia në themi prurjen në zero të gjitha pengesave ekonomike, pengesave tregtare dhe pengesave politike që përmban Kosovës. Do të kjo është kërkesë e partnerëve tanë. Dhe ne nuk kemi heqë dorë për reciprocitetit, por ne kemi thënë se tarifa hiqet krejtësisht, ndërka që reciprociteti dhëhet në marrëveshje me partnerët tanë strategjik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, në moment që ne vlerësojmë se Serbia nuk po reflekton në heqjen e pengesave që përjadon vendit tonë, sepse edhe në marrëveshje nuk e kemi detajizuar se në çfarë forme ne e aplikojmë reciprocitetin. Tosh njëherë për njëherë ne kemi vendimin që kemi mocion të mosbesimit, pastaj është çështje subjekteve tjera politike, është çështje presidentit se çfarë ai vendos. Unë nuk shoh mundësi që vendit shkojnë zgjedhje sepse jemi në një situatë emergjente dhe është e pamundur që të zhvillohen zgjedhjet në këtë moment. Mirë, por ne kemi pa shpreh qëndrimin tonë dhe gatishmërinë tonë që
ne të rrim qeveri derisa të ka përcej kjo situatë emergjente, por unë nuk mund të lejoj që Zoti Kurti çdo ditë ma shkarkoj edhe ta tall nga një ministër tonin, sepse jemi parti serioze edhe nuk e meritojmë një partneritet me askënd me sjellje të tilla. Me folë s'kam folë, kam shkru që vendimi nuk ja pranoj. Vendimi s'ka këtu përgjigje, vendimi është i papranueshëm për lidhjen demokratike të Kosovës, sepse nuk është konsultuar, edhe konsiderojmë se vendimi është arbitrar. Po se shihni veprimin e LDK-s ka shi lëvizjes vetëm ose a do ta pranojë edhe a pritni që do të ketë tensione me dy partive, kur dinë që sot Zoti Kurti edhe që ke kjo popullar për shkak të apo me thonë mirë se vënë kryeministri ka që popullar nga presidenti. Nëse erëzohet qeveria dhe presidenti efton dikon tjetër, si e shihni situatën këtë rast me koronavirus edhe ramin e qeverisë? Unë mendoj se aktivitetet për luftë për koronavirusin do të zhvillojnë institucionet, sepse rënja, themi, mocioni mosbesimit nuk e çon qeverinë të shtëpia. Gjithmonë qeveritarët janë zyre përderisa mos vinë qeveritarët tjerë, prandaj është obligimi çdo njerit që ta bëj punën deri në fund. Mirë po, do të thotë ne nuk mund të vazhdojmë që të qeverisim në këtë formë, sepse unë konsideroj që ministrat e LDK-s kanë bërë punën e vetë në mënyrë të mrekullueshme. Nuk them se edhe qeveria s'ka bërë përpjekje, por kemi ardhur në një situatë që kemi probleme, themi, të përkeqësimit të relacioneve me SBA, kemi kërkesa, edhe sot ka qenë një kërkesa ambasadës amerikane që do të hiqet tarifa me njëherë, kemi pyetje çdo ditë ambasadorit Grenell kur pe heqni tarifën, edhe themi, unë s'kam përgjigje. Dhe nuk. Zoti Kurti vendimin e vetë për shkarkimin e Zotit Velio, a revokohet edhe ky vendim i Këshillit të LDK-s që mos të kërkohet nacional? Unë nuk po them se qëndrimi për mocion është rezultat vetëm i këtij vendimi. Prandaj ky vendim nuk as na prish as na ndreq. Vendimi vetëm se e ka derdh gotën krejt. A përndryshe do të thotë problemi themelor është relacioni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sanksionet që për herë të parë SBA-ja po i merr ndaj Kosovës për shkak se një qeveri po tregohet krejtësisht e papërgjegjshme ndaj një partneri i cili na ka nimu ta bëjmë këtë shtet, ta çlirojmë këtë shtet dhe ta zhvillojmë këtë demokraci. Faleminderit shumë. Qeverisës ku aty thotë se Serbisë nuk i vendoset reciprociteti pas të heqjes të tarifës. E pyet një zonjën Osmani, unë po flas në vend saj mirë, po do të thotë në parim, ne jemi pajtuar që tarifat zaventësohet me reciprocitet. Por koha e reciprocitetit, po themi se duhet të harmonizohet me aleatet tanë, me partnerët tanë ndërkombëtar, për arsye se ata po vlerësojnë që ne do të një mirëbesim atyre duhet më lënë për të hapur procesin dialog. Faleminderit.